Rruga Bardhaj-Myselim, me një gjatësi prej rreth 3 kilometrash, është një nga akset të rëndësishme lidhëse në territorin e Bashkisë Shkodër, por aktualisht paraqitet në gjendje të amortizuar në disa segmente të saj. Gropat, dëmtimet e asfaltit dhe mungesa e mirëmbajtjes e bëjnë të vështirë dhe shpesh problematike qarkullimin e automjeteve, sidomos gjatë kushteve të pafavorshme atmosferike. Segmenti rrugor Bardhaj-Myselim me një gjatësi prej rreth 3 kilometrash ndonë se me një rëndësi të veçantë, duke qenë se lidh dy njësi administrative, prej kohësh është në gjendje të amortizuar, edhe pse banorët shpeshherë kanë ngritur këtë shqetësim, ende nga autoritetet përgjithëse nuk është marrë asnjë mas për rikonstruksionin e këtij aksi. Ky aks rrugor përballon çdo ditë një fluks të lartë lëvizjeje nga banorët e zonës, të cilët e përdorin atë për të shkuar në punë, shkollë apo për të kryer aktivitetet e tyre të përditshme. Rëndësia e kësaj rruge shtohet edhe më shumë për faktin se ajo lidh dy prej njësive më të mëdha administrative të Bashkisë Shkodër, duke shërbyer si një nyje e rëndësishme komunikimi dhe zhvillimi ekonomik për zonën. Banorët jashtëkamerës shprehen të shqetësuar për gjendjen e saj dhe kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga institucionet përgjithëse për rikonstruksionin dhe mirëmbajtjen e këtij segmenti. Përmirësimi i kësaj rruge do të lehtësonte ndjeshëm lëvizjen, do të rriste sigurinë rrugore dhe do të ndikonte pozitivisht në jetën dhe aktivitetin ekonomik të komunitetit.